Jemi në letra e parë e Timoteut. Jemi në kapitullin e 3, letra e parë e Timoteut, kapitulli 3, nga vargu 16. Ta shohim se çfarë Zoti do të na japë sot, vëllezër. Kapitulli 3, vargu 16, letra e parë e Timoteut. Dhe s'ka asnjë dyshim se misteri i mëshirës është i madh. Perëndia u çfaq në mish, u çfaqësua në frymë, u duk ndër engjëj, u predikua ndër jo ebrej, u besua në botë, u ngrit në lavdi. Dhe fryma e thot shkoqur se në kohët e fundit disa do ta mohojnë besimin, duke u vënë në veshin frymrave gënjeshtare dhe doktrinave të demonëve, që flasin gënjeshtra me hipokrizi të damkosur në ndërgjegjen e tyre, të cilët do të ndalojnë martesën dhe do të urdhërojnë që të mosani ushqimet që Perëndia e krijoi, të merren me falënderim nga ata që besojnë dhe e njohin të vërtetën. Sepse çdo krijesë e Perëndisë është e mirë dhe asgjë s'është për t'u hedhur nëse merret me falënderim, sepse është shenjtëruar nga fjala e Perëndisë dhe nga lutja. Duke u propozuar këto gjëra vëllezërve, ti do të jesh një shërbyes i mirë i Jezus Krishtit, i ushqyer me fjalët e besimit dhe të mësimit të mirë që ke kuptuar plotësisht. Shmangu pra nga prallat profane të vjetërve dhe ushtrohu në perëndishmëri, sepse ushtrimi i trupit është i dobishëm për pak gjë, kurse perëndishmëria është e dobishme për çdo gjë, sepse përmban premtimin e jetës së tashme dhe të asaj që do të vijë. Kjo fjalë është e sigurt dhe e denjë për t'u pranuar në çdo mënyrë. Për këtë në fakt ne po mundohemi dhe na shajmë, sepse kemi shpresuar në Perëndinë e gjallë, që është shpëtimtari i të gjithë njerëzve dhe sidomos i besimtarëve. Urdhëro këto gjëra dhe mëso këto gjëra. Askush të mos e shpërfillë moshën tënde të re, por bëu shembull për besimtarët në fjalë, në sjellje, në dashuri, në frymë, në besim dhe në dëlirësi. Kushtoju leximit, këshillimit dhe mësimit derisa të vijë unë. Mos e lër pas dore dhuntinë që është në ty, e cila të është dhënë me anë profecie, me vënien e duarve nga ana e pleqësisë. Kujdesu për këto gjëra dhe kushtoju atyre tërësisht, që përparimi yt të jetë i dukshëm për të gjithë. Ruaje veten tënde dhe mësimin që ndron në këto gjëra, sepse duke vepruar kështu, do të shpëtosh veten dhe ata që të dëgjojnë. Amin. Një letër motra vëllezër i drejtohet Timoteut, një njeri i lindur në kishë, i edukuar nga familja e tij në besim. E falenderojmë Perëndinë, dhe i zgjedhur nga Perëndia, duke parë që pleqët e përkushtuan motra dhe vëllezër, aleluja,
dhe me profeci ju dha dhunti për t'i shërbyer Jezus Krishti. E falenderojmë Perëndin. Dhe thotë fjala e Perëndis, vëllezër, s'ka asnjë dyshim se misteri i mëshirës është i madh. Perëndia, thotë motra dhe vëllezër, e deshi kaq shumë njeriu, pati mëshirë kaq të madhe, motra dhe vëllezër, për njeriu, pati dashuri kaq të madhe, motra dhe vëllezër, Perëndia, për njeriu që ta shpëtoje, sa është një mister, thot motra dhe vëllezër, aleluja, askush nuk mund ta dije sa e madhe është dashuria e Perëndis për njeriu. Në mëkatet tona, motra dhe vëllezër, aleluja, ai mori vendimin që të vijë dhe të thotë të dua Berim, në vendin tënd do kryqëzohem, që mëkati yt, motra dhe vëllezër, aleluja, që të çon në vdekje, të largohet prej teje dhe ti të marrësh jetën nëpërmjet këtij flijimi që do të bëj për ty. Është një dashuri, motra dhe vëllezër, aleluja, kaq e madhe, çfarë pa Zoti në mua, që la gjithçka, motra dhe vëllezër, aleluja, lart në qiell, është ai që krijoi gjithësinë, motra dhe vëllezër, aleluja, dhe erdhi, thot, mori shëmbëllim mishi mëkatar. Perëndia, motra dhe vëllezër, aleluja, që adhurohet gjithmonë pa pushim në qiell, i shenjtë, është Perëndia, ai, motra dhe vëllezër, aleluja, la këtë lavdin në qiell dhe erdhi, thotë, dhe mori shëmbëllim mishi mëkatar. U bë si ne, u bë si njeri, motra dhe vëllezër, aleluja. Si mund të ndodhë një gjë e tillë? Dhe thotë, vëllezër, është mister i madh që nuk mund, motra dhe vëllezër, aleluja, njeriu ta kuptoj si mund të ndodhë një gjë e tillë. Si mund të ndodhë që Perëndia që është në qiell të vijë dhe të bëhet si mua, të bëhet njeri. Dhe çfarë erdhi të bëje? Perëndia, thotë, u çfaq në mish. Ne e pamë atë. Në fillim ishte fjala. Nëpërmjet fjalës u krijua gjithçka, thotë. Dhe ai fjala erdhi në mish. Ne e pamë. Ne e prekëm, ne e soditëm atë. Dhe ai është Jezus Krishti, motra dhe vëllezër. Fjala, e falenderojmë Perëndin. Erdhi në mish, thotë. U çfajsua në frymë. Erdhi në mish për çfarë, motra dhe vëllezër, aleluja, erdhi Perëndia dhe mori trupin tonë, që mëkatin që ne mbartim në mish, ai erdhi, motra dhe vëllezër, në shëmbëllim mishi mëkatar, e kryqëzoi këtë mish, njësoj si ne erdhi, motra dhe vëllezër, mori trup si ne, me të njëjtat ndjenja, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe e mori këtë trup, e kryqëzoi, thot, në kryq për mëkat, motra dhe vëllezër, dhe çdo njeri që beson në këtë flijim, flijimi, gjaku, motra dhe vëllezër, shlyen mëkati. Dhe ai erdhi, mori shëmbëllim mishi mëkatar për të hequr mëkatin e të gjithë njerëzve. U bë flijim, motra dhe vëllezër, aleluja. Flijojnë njerëzit sot, sipas traditës, vëllezër, aleluja, për çfarë? Që të pastrohen mëkatet e tyre. Shpinin sipas ligjit, motra dhe vëllezër, aleluja, besimtarët, sipas mëkatit që kishin, një flijim për t'u pastruar. Dhe kjo ndodhte vit për vit. Ata vit për vit kontrollonin veten, motra dhe vëllezër, dhe në bazë të
ati faje, ati mëkati që kishin, merrnin një dash, merrnin një shqerë, merrnin një çift pëllumbash, e flijonin për t'u pastruar. Por ishte vazhdimisht qëndronte populli i tij në këtë mëkat. Nuk i qej mëkatin, motra dhe vëllezër, aleluja. Konstatohej mëkatin nëpërmjet ligjit që ata kishin. Konstatonte ke bërë këtë mëkat, sipas ligjit që ke. Dhe në bazë të ligjit duhet të bësh këtë që të shlyhet mëkatin, motra dhe vëllezër. Dhe Perëndia, duke parë, motra dhe vëllezër, aleluja, që njeriu qëndronte vazhdimisht në mëkat, erdhi, thot vetë, ky është misteri. Erdhi vetë Perëndia, mori shëmbëllim mishin mëkatar, thot, u bë flijim për të gjithë njerëzimin, pa dallim, motra dhe vëllezër, për çdo njeri erdhi, u flijua, thotë, erdhi në mish, thot, për të hequr mëkatin e njeriut dhe për t'i dhënë njeriut, motra dhe vëllezër, jetën e përjetshme. Sa kohë njeriu është në mëkat, është i destinuar të vdesë, thotë motra dhe vëllezër, sepse mëkati qëndron në të. Mëkati hiqet kur njeriu pranon këtë flijim, motra dhe vëllezër, aleluja, që Perëndia bëri, ai që e pranon, thotë motra dhe vëllezër, çfarë ndodh në të? Ndodh një ndryshim shumë i madh, vëllezër. Ai që e pranon flijimin e Perëndis, Jezus Krishtin, në jetën e vet, ai bëhet, thot, një krijesë tjetër. Vdes, thot, në mish, dhe ne i quajmë rilindje. Një krijesë e re. Një krijesë, motra dhe vëllezër, që jeton tani me fjalën e Perëndisë. Çlirohet nga lidhjet që kishte mishi me traditën e vet, me jetën e vet, motra dhe vëllezër, çlirohet nga tradita dhe bëhet një krijesë tjetër me fjalën e Perëndisë. Do ta shohim traditën, motra dhe vëllezër, dhe çfarë bën fjala e Perëndisë. Fjala e Perëndisë e çliron këtë njeri, motra dhe vëllezër, nga këto lidhje, ky flijim. Besimin në të, thot motra dhe vëllezër, fjala e Perëndisë e çliron këtë njeri nga mëkati dhe e bën këtë njeri krijesë tjetër. Dhe besimtar do të thotë, motra dhe vëllezër, aleluja, një emër shumë i madh. Adhurohet Zoti në qiell në çdo sekondë, motra dhe vëllezër, aleluja, nga engjëj, nga serafin, nga kerubinë, por asnjërit nga këta që i shërben dhe qëndron atje, motra dhe vëllezër, nuk i dha të drejtën të quhet birë. Kjo është dashuria e Perëndisë për njeriu, për këtë krijesë, motra dhe vëllezër. Është mister, ne nuk arrim dot ta kuptojmë. Por imagjinoni, motra dhe vëllezër, sipas asaj që Zoti na ka dhënë mundësinë të ndajmë, çdo të thotë ti je bir. Biri im. Këtë emër të madh na dha Zoti, motra dhe vëllezër, aleluja, që nuk mundet të ta trashëgojë askush tjetër, veç se njeriu. Është një emër shumë i madh të thotë Zoti biri im. Dhe ti thuash ti ati im. Ky është besimtari, motra dhe vëllezër, aleluja, që ka rilindur, që ka pranuar Jezus Krishtin dhe jeta e tij ka ndryshuar. Në jetën e tij, motra dhe vëllezër, ai ka gëzim. Është i gëzuar vazhdimisht, pse? Sepse ka njohur, motra dhe vëllezër, familjen e vet. Ka njohur kujt i përket. Ka njohur biri i kujt është, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe kur arrin të njohësh bir i kujt je, ka gëzim të madh në zemrën e një njeriu. Ky njeri, motra dhe vëllezër, quhet besimtar. Beson në gjithçka që Zoti i ka premtuar dhe ka bërë. Vazhdojmë më poshtë. U çfajsua në frymë. Pasi u kryqëzua, motra dhe vëllezër, aleluja, mori mëkatin e të gjithë njerëzve, u çfajsua në frymë, erdhi përsëri, thot, motra dhe vëllezër, në frymë, dhe ne flasim për një njeri tani, jo mishor, flasim për një njeri frymëror, motra dhe vëllezër, që Zoti ka vepruar në të, i ka dhënë në frymën e shenjtë dhe jeton në frymën e Zotit.
Prandaj qëndron emri në ne birë, motra dhe vlezër, sepse ka frymën e Perëndisë. Na ka dhënë frymën e Tij. Domethënë jemi të ngjashëm me Jezus Krishtin, motra dhe vlezër, aleluja. Shembulli i parë që erdhi në ne. U çfajsua në frymë, shpeshherë ndodh pyesim, ç'trup do kemi? Njerëzit kanë vdekur, motra dhe vlezër, me ç'trup do të ngjiten lart? Cili do të jetë trupi i tyre? Trupi i Jezus Krishtit, motra dhe vlezër, që u ringjall. Që dishepujt e tij e panë, dishepujt e tij e prekën, sepse i tha Thomait, hajde më prek. Që ky trup, motra dhe vlezër, aleluja, hyri pa u hapur dera nga askund, motra dhe vlezër, dhe ju tha, mirëmbrëma. Një trup frymëror, thot motra dhe vlezër, do të marrin. Dhe apostulli Paul na mëson në fjalën e Perëndisë, jo të gjithë do të vdesim, por do të shndrohemi, thot motra dhe vlezër, aleluja, nga një trup i vdekshëm, që është mish, në një trup të pavdekshëm, që është në frymë, motra dhe vlezër, si trupi i Jezus Krishtit, dhe atëherë ky trup, motra dhe vlezër, aleluja, quhet trup qiellor, do të ngjitet lart në qiell. U çfajsua në frymë. U besua në botën. Në të gjithë botën, motra dhe vlezër, u predikua lajmi i mirë, flijimi i Perëndisë, dashuria e Perëndisë, mëshira e Perëndisë, u predikua në botë, u besua, thot motra dhe vlezër, e falenderojmë Perëndin, shumë, motra dhe vlezër, aleluja, pranuan Zotin në jetën e tyre. Lavdi emri të shenjtë. U bë një vepër e madhe, motra dhe vlezër, aleluja, me ardhjen e Jezus Krishtit. Dhe u ngrit në lavdi, u ul, thot, në të djatën e Perëndisë, motra dhe vlezër, aleluja. E falenderojmë Zotin. Fryma tani, thot, e thot shkoqur. Na flet fryma, motra dhe vlezër, nëpërmjet fjalës të Perëndisë, nëpërmjet profecive, motra dhe vlezër, aleluja, thotë, në kohët e fundit, disa do ta mohojnë në besim. Do të vijë një kohë, thotë motra dhe vlezër, aty do të përcaktohet koha e fundit. Në kohët e fundit, disa besimtarë, thotë, do ta mohojnë në besimin e tyre. Do të bien nga besimi, vlezër, aleluja. Duke u avënë veshin frymërave gënjeshtare dhe doktrinave të demon. Do të ndjekin të tjera gjëra, thot motra dhe vlezër, jo atë për të cilën Zoti i thiri, që flasin gënjeshtra me hipokrizi, të damkosur në ndërgjegjen e tyre. Cilët janë, thot motra dhe vlezër, aleluja, të cilët do të ndalojnë në martesë. Do ndalojnë në martesën, thot motra dhe vlezër, aleluja. Ka shumë sot, motra dhe vlezër, aleluja, që e ndalojnë në martesën. Por çfarë tjetër, motra dhe vlezër? Do të urdhërojnë të mosani ushqimet. Kjo është ndaluar. Kjo është ndaluar të ajet, motra dhe vlezër, aleluja. Ky lloj mishi sahet, ky lloj mishi të ndotë. Dhe Zoti erdhi dhe na mësoi të gjithëve dhe na tha, motra dhe vlezër, aleluja, nuk ndotet njeriu nga ato që nga jashtë i fut brenda, vlezër. Por ndotet njeriu nga ato që nga brenda i nxjerr për jashtë. Ajo që marrim nga jashtë dhe e futim në trup, shkon në stomak, thot, dhe pastaj shkon në gjiris, motra dhe vlezër, aleluja. Bëhet fjalë për ushqime. Kurse kush e ndot njeriu, ajo që del nga brenda zemrës tij, ajo e ndot njeriu, motra dhe vlezër, aleluja. Që ka brenda në zemrën e tij, urrejtja, fjalë të këqija, motra dhe vlezër, aleluja. Gënjeshtra, mashtrimi, këto e ndotin njeriu. Nuk e ndot njeriu, motra dhe vlezër, sepse nuk e ngri këtë lloj mishi, po e ngri një lloj mishi tjetër. Sepse nuk dikon në zemrën e një njeriu kjo, thot.
Zoti. Shkon në stomak. Ajo që e vret njeriu është fryma, motra dhe vlezër, gjua. Prandaj thot ai që i vë fre gjuhës. Ai thot, motra dhe vlezër, aleluja, vërtet di të drejtoj veten e vet. Perëndia i krijoi të gjitha për të ngrënë, thotë, ushqimet të merren me falënderim nga ata që besojnë dhe njohin të vërtetën. Ushqimet tona, motra dhe vlezër, janë të pastra nëse ne përpara se të marrim, të ushqehemi, bëjmë lutje dhe i sjellim përpara Perëndisë. Çdo gjë është e pastër pastaj, motra dhe vlezër, nëse ne i shpihem përpara Zotit. Çdo njeri që ulet përpara se të hajë, motra dhe vlezër, do të lutet përpara Perëndisë. Ky është besimtari që beson tek Perëndia. Para se të marrim, të gjithë bashkë në tavolinë, thot motra dhe vlezër, lutemi, Zoti ti pastroje, Zoti ti shëntëroje, ti bëj fuqi, motra dhe vlezër, aleluja, të ushqej vërtet trupin tonë, që është tempulli ku banon fryma e Perëndisë, tani, dhe çdo gjë është e pastër. Ajo që nxjerrim ne, ai mbledh që kemi ne, motra dhe vlezër, ai e ndot njeriu, thotë Zoti. Sepse çdo krijesë e Perëndisë është e mirë dhe asgjë s'është për t'u hedhur. Nëse merret me falënderim, sepse është shenjtëruar nga fjala e Perëndisë dhe nga lutja. Kjo është ajo, motra dhe vlezër, që Zoti na mëson edhe se si të dallojmë, motra dhe vlezër, nga njerëzit e tjerë. Kurame duhet të bëjmë lutje dhe çdo gjë që marrim me falënderim është e pastër. Askush të mos e bëj të ndotur, motra dhe vlezër, aleluja. Lavdi e emrit të Shenjtë. Dhe thot, duke u propozuar këto gjëra vlezërve, duke i mësuar këto gjëra vlezërve, thot, ti i drejtohet Timoteu, ti do të jesh një shërbyes i mirë i Jezus Krishtit. Si do t'i shërbejmë Zotit tonë, motra dhe vlezër, Jezus Krishtit? Duke mësuar këto gjëra që thot fjala e Perëndisë. Asnjë gjë tjetër nuk mundet, motra dhe vlezër, të futim ne apo të marrim ne me vete. Në mish, në traditat tona, në jetën tonë të mëparshme, ne kemi vdekur. Që në ditën që kemi pranuar këtë flijim, Jezus Krishtin, që jemi pagzuar në ujë, që do të thotë e varosëm këtë njeri, motra dhe vlezër, aleluja, këtë mish, aleluja, dhe ka dalë një krijesë tjetër tani që rritet në frymë me fjalën e Perëndisë. Nëse një njeri, tha Zoti Nikodemi, nuk do të lindë nga ujë dhe nga fryma, nuk mund të shohë mbretërinë e Perëndisë. Njeriu duhet të rilindë, thotë motra dhe vlezër, aleluja. Këta njerëz do të shohin Zotin. Këta njerëz që kanë rilindur, i rilindur do të thotë ka ndryshuar jeta e tij. Dhe kjo duket, thotë motra dhe vlezër, aleluja. Është e dukshme në njerëzit që na rrethojnë. Unë e njoh filanin, unë e njoh këtë, se si ishte jeta e tij. Sot nuk është ai. Çfarë ka ndodhur me të? Bie në sy, thotë motra dhe vlezër. Jezus Krishtin ka njohur. Jezus Krishti ka vepruar në jetën e tij dhe është bërë një krijesë tjetër, është bërë një krijesë e re. E falenderojmë Perëndinë. I ushqyer me fjalët e besimit dhe të mësimit të mirë që ke kuptuar plotësisht. Shmangu nga prallat profane të vjetërve dhe ushtrohu në perëndishmëri. Shmangu nga prallat e të vjetërve. Ne kemi patur traditë, kështu bënin që moti prindrit tanë, kështu na i kanë lënë brez pas brezi, këto gjëra, motra dhe vlezër, për besimtarin, nuk ekzistojnë më. Shmangju këtyre debateve të kota, thotë motra dhe vlezër, aleluja. Sepse nuk erdhi Zoti, motra dhe vlezër, aleluja, të vazhdoje ajo traditës. Kishte pse të vinte kur kishim traditë
të pëlqyer. Erdhi dhe ndryshoi Jezus Krishti, motra dhe vëllezër. Çfarë ndryshoi? Nëse dikush të godet, thot nga njëra anë, kthej dhe tjetrën. Ligji i thoshte sy për sy dhe për dhem. E ndryshoi këtë ligj, motra dhe vëllezër. E ndryshoi Zoti, që do të thotë kjo është e pamundur, por ai që ka rilindur mundet, motra dhe vëllezër, aleluja. Pse? Sepse fryma e Perëndisë vepron në këtë zemër dhe e bën një krijesë tjetër. Është e pamundur, thot, që njeriu ta bëj vetë një gjë të tillë. Ju, pa mua, nuk mund të bëni dot asgjë, thot Zoti. Atëherë, duke parë që unë nuk realizoj dot asnjë gjë nga këto që thot Zoti, i dorëzohem Zotit dhe them, Zot, vullneti yt të bëhet tek unë. Zot, më mëso, Zot, aleluja, që të bëj fjalën tënde. Zot, ti ke folur kështu, Zot, dhe unë vi përpara teje me dobësitë e mia, që ti të më forcosh, Zot, që ti të më zbulosh, Zot, që unë të kuptoj çfarë dëshiron ti nëpërmjet meje. Ushtrohu në perëndishmëri. Ushtrohu do të thotë merru, stërvitu, që të kesh perëndishmëri. Dhe thotë, sepse ushtrimi i trupit është i dobishëm për pak gjë. Ushtrohemi që të ruajmë linjat, të ruajmë trupin, motra dhe vëllezër, të vëmë në gjimnastikë, të vëmë në palestra, të ruajmë trupin, formën, motra dhe vëllezër, aleluja. Por kjo thotë është për pak gjë. E ushtruara me perëndishmëri, kurse perëndishmëria është e dobishme për çdo gjë. Sepse përmban premtimin e jetës së tashme dhe të asaj që do të vijë. Kjo është shumë e rëndësishme. Ne i kushtojmë rëndësi, motra dhe vëllezër, kujdesit për trupin, lavdi e emrit të shenjtë, por shiko, thot Zoti, prioriteti që duhet të ketë perëndishmëria në jetën tënde. Kushtoj edhe kësaj vëmendje, sepse kjo, thot, do të shërbejë në çdo gjë, për të sotmen, motra dhe vëllezër, dhe për jetën që do të vijë. Është shumë e rëndësishme, fjala e Perëndisë na thot, ti kushtohesh perëndishmërisë. Do të thotë ti jesh një njeri i perëndishëm, i kujdesshëm në fjalën e Perëndisë. Të ecësh në këtë rrugë, motra dhe vëllezër, aleluja. Kjo fjalë është e sigurt dhe e denjë për t'u pranuar në çdo mënyrë. Për këtë, në fakt, ne po mundohemi dhe na shajmë. Për të qëndruar në perëndishmëri, për të qëndruar me Zotin, për të ecur sipas fjalës së Perëndisë, motra dhe vëllezër, do të shahesh. Për këtë ne po na shajmë, thot apostulli Paul. I drejtohet Timoteut dhe i thot, për këtë arsye ne po mundohemi. Ne na shajmë, sepse qëndrojmë në perëndishmëri. Kjo është rruga, motra dhe vëllezër, e ngushtë që të çon në jetë të përjetshme. Shpeshherë ngatrohen gjërat, motra dhe vëllezër, po unë kam besuar në Zot, pse duhet të vuaj? Po unë kam besuar në Zot, pse nuk realizohen të gjitha ato gjëra që unë i kërkoj Zotit? Zoti, motra dhe vëllezër, thotë, nuk erdhi, motra dhe vëllezër, aleluja, të na përmbushë kërkesat tona në këtë botë. Biri i njeriu thotë që të më ndjekësh mua, nuk ka ku të vër kokën. Dua të të ndjek. Edhe dhelprat tha, kanë strofkat e tyre. Biri i njeriu nuk ka ku të vër kokën. Dua të ndjek. Që të ndjekim Jezus Krishtin, motra dhe vëllezër, aleluja, duhet të besojmë për çfarë po e ndjek. Cila është arsyeja që ai më thiri? Çfarë dëshiron ai të bëjë në jetën time? Çfarë premtimi më ka dhënë, motra dhe vëllezër, aleluja? Dhe ne në të pamë premtimin e Perëndisë. Pamë se si e mundi vdekjen, motra dhe vëllezër, aleluja. Se si shkoi, motra dhe vëllezër, aleluja, në qiell. E panë të gjithë, motra dhe vëllezër, që ishin me të. Lavdi e emrit të shenjtë. Sepse kemi shpresuar në Perëndinë e gjallë, që është shpëtimtari i të gjithë njerëzve dhe sidomos i besimtarëve. Sepse kemi besuar në Zoti, ne po mundohemi.
Ne po vuajmë. Ne po shajemi nga njerëzit, motra dhe vëllezër. Ne po fyemi nga njerëzit. Por pikërisht kisha përndiqet, motra dhe vëllezër, aleluja. Besimtarët që besojnë në Zot tallen, shahen, përshtyhen nga njerëzit. Sepse nuk mund të pranojnë dot gjërat që kemi pranuar ne. Gjërat frymërore që na ka premtuar Perëndia dhe ka bërë Perëndia në jetën tonë. Një njeri mishor nuk mund t'i pranoj dot, motra dhe vëllezër. Nuk i pranon dot, si mund të ndodhin gjërat të tilla. Prandaj shahemi dhe përndiqemi. Dhe kisha e Perëndisë përndiqet, motra dhe vëllezër, lavdia e Tij. Shikojini fjalën e Perëndisë në të gjitha letrat që dërgon, motra dhe vëllezër. Çfarë mësojmë? Që kisha e Perëndisë ka një rrugë të ngushtë. Jo si bota, motra dhe vëllezër, por ecën në një rrugë si Krishti, në një rrugë me Krishtin tani, lavdia e Tij. Urdhëro këto gjëra dhe mëso këto gjëra. Urdhëroi njerëzit këto gjëra, thot, dhe mësoi në këto gjëra. Lavdia e Tij. Është domosdoshme, motra dhe vëllezër, aleluja, që të predikohet fjala e Perëndisë ashtu siç është. Kisha e Perëndisë, motra, është vendi ku njeriu do të vijë të shohë fjalën e Perëndisë dhe të ndryshojë, të shërohet, motra dhe vëllezër, aleluja. Nuk do të vijë në kishë dhe nëse nuk më pëlqen, motra dhe vëllezër, të bëj diçka tjetër. Në kishë të gjithë kemi ardhur të bëhemi një. Nusja e zgjedhur, të gjithë thot janë gjymtyrë të vendosur nga Perëndia, motra dhe vëllezër, në këtë trup që do të thot jemi një trup, por secili ka dhunti nga Perëndia për të shërbyer në këtë trup, motra dhe vëllezër. Dora nuk mund të ecë. Dora nuk mund të shikojë. Dora nuk mund të hajë, motra dhe vëllezër, aleluja. Por është gjymtyrë e domosdoshme e këtij trupi. Kështu është çdo njeri prej nesh, motra dhe vëllezër, aleluja, në një trup. Të gjithë bashkë kanë funksion të ndryshëm, por në shërbim të këtij trupi. Këto janë dhuntit që i jep Zoti çdo njerit veçanërisht. Por i jep për të mirën dhe zhvillimin e këtij trupi që është nusja e zgjedhur e Perëndisë. Askush të mos e shpërfillë moshën tënde të re, por bëu shembull për besim në fjalë, në sjellje, në dashuri, në frymë, në besim dhe në dlirësi. Askush të mos të fyej, motra dhe vëllezër, aleluja, ose të shpërfillë nga mosha që ke thotë, por ti tregoje veten në frymën e Perëndisë, në besimin që ke, në atë çka Zoti të ka dhënë, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe ecë sipas njohurive që Zoti dhe Perëndia të jep. Lavdia e emrit të Shenjtë. Mund të flasin njerëzit, ndiqemi, thotë, shahemi, fyhemi, burgosemi, motra dhe vëllezër, aleluja. Por kjo nuk mund të ndryshojë atë çka unë besoj. Kjo nuk mund të ndryshojë, motra dhe vëllezër, aleluja, që Jezus Krishti erdhi dhe vdiq për mua. Që më bleu me gjakun e Tij, që tha aty ku jam unë do të jesh dhe ti, do të jetojmë së bashku përjetësisht, motra dhe vëllezër, aleluja. Këtë më premtoi Zoti. Dhe erdhi, veproi në jetën time që unë ta besoj këtë që më premtoi. Erdhi dhe unë e pashë. Si e pashë, motra dhe vëllezër, aleluja. Po e pashë, motra dhe vëllezër, aleluja, si isha në jetën time para se të njihja Krishtin dhe si veproi Zoti në jetën time dhe ndryshoi jetën time. Se si isha i sëmurë dhe Zoti erdhi më shëroi, mu çfaq, e pashë, motra dhe vëllezër, lavdi emrit të Shenjtë. Se si Zoti ju tregon besimtarëve qielli, se sa shumë besimtarët kanë parë vegime dhe tregojnë për gjëra të mëdha, motra dhe vëllezër, aleluja, që Zoti ju flet. Dhe këto gjëra i bëri Zoti, motra dhe vëllezër, që besimi im të mos lëkundet, por të jetë i fortë, sepse ai që erdhi mu çfaq mua,
ai më premtoi që do të jem me ty gjithë ditët e jetës. Mos lër pas dore dhuntinën që është në ty, e cila të është dhenë me anë profecie, me venin e duarve nga ana e pleqësisë. Kujdesu për këto gjëra dhe kushtoju atyre tërësisht, që përparimi yt të jetë i dukshëm në të gjithë. Kujdesu për këto gjëra që po të mësoj, që po të shkruaj, i thot apostulli Paul, që përparimi yt të jetë i dukshëm në të gjithë ata që të rrethojnë. Në besimtarët dhe në të gjithë njerëzit. Si mund të jemi të dukshëm në të tjerët apo në besimtarë, motra dhe vëllezër, duke i qëndruar besnik, çfarë thot Zoti në fjalën e Perëndisë? Duke zbatuar atë çka thot Zoti në fjalën e Perëndisë, ti do të rritesh, thot Zoti, sepse Zoti është me ty. Sepse Zoti do të bëjë një vepër me ty. Nuk mund të rritet njeriu, motra dhe vëllezër, aleluja, sepse erdha një javë, një të diel në kish. Jo, motra dhe vëllezër. Nuk rritet kështu besimtari. Besimtari do të jetoj për Krishtin, kudo që të jetë, motra dhe vëllezër, aleluja. Të lavdërojë emrin e Perëndisë me jetën e tij, kudo që të jetë. Ka ndryshuar, ka vdekur për këtë botë, jeton për Krishtin, motra dhe vëllezër. Ky është besimtari. Kjo është fjala e Perëndisë që na tregon Zoti. Si duhet të jetë një besimtar? Si duhet të duket një besimtar nga të gjithë njerëzit? Të bjerë në sy, motra dhe vëllezër. Dhe bie në sy nga e folura, bie në sy nga qëndrimet, motra dhe vëllezër, aleluja. Bie në sy nga veshja, nga paraqitja, bie në sy nga të gjitha gjërat. Ky s'është si ne. Kjo s'është si ne, motra dhe vëllezër. Pse? Sepse shiko si vishet, shiko si qëndron, shiko si flet, shiko si ecën, shiko si vepron, motra dhe vëllezër, aleluja. Bie në sy dhe si mund ta marrim këtë forcë apo të bijem në sy? Nëse thotë kujdesesh dhe i kushton rëndësi të gjitha atyre që po të shkruaj, që përparimi yt të jetë i dukshëm. Të gjitha këto që unë po të shkruaj, trego kujdes tot për to, qëndro në to, veri në praktikë dhe të gjithë njerëzit që të rrethojnë do të shikojnë një krijesë tjetër, do shikojnë një njeri tjetër, motra dhe vëllezër, aleluja. Ruaje veten tënde dhe mësimin, qëndro në këto gjëra, dhe duke vepruar kështu, do të shpëtosh veten dhe ata që të dëgjojnë. Qëndro kështu, thot Zoti në fjalën time, dhe do të shpëtosh veten tënde dhe të gjithë ata që do të dëgjojnë. Jo të gjithë, motra dhe vëllezër, ata që të dëgjojnë. Ata që dëgjojnë, motra dhe vëllezër, që kanë vesh për të dëgjuar, do të shpëtohen. Ne falenderojmë. Zoti ta bëjë.